Sigurisht, dje isha në protest, mora pjesë. Ishte një thirrje e opozitës për t'u bashkuar protestës. Arsyet ishin të shumta. Rasti konkret aferat e Ballukut, që është për të vëdur në kokë, është e tmerrshme kur ta mendosh, dhe përgjigjja që u bë thirrjes së opozitës nga ana e qytetarëve ishte, le të themi, e konsiderueshme. Nuk ishte në nivelet e duhura. Pash struktura partijake, pash struktura të Partisë Demokratike, të cilat kishin ardhur nga gjitha anët, ishte një mobilizim i mirëfillt i Partisë Demokratike, por nuk kishte qytetar. Dhe kjo është e tmerrshme. Sepse në fund të ditës ti për çfarë po i merr demokratët nga Shkodra, nga Tropoja, nga Pogradeci, nga Korça apo nga Himara që të vinë dhe të protestojnë në Tiranë, dëgjuan disa fjalime që ne i kemi dëgjuar mira herë, na parashtruan disa mesazhe WhatsAppi që ne i kemi parë tashmë. Na thanë që Belinda Balluku ka 300 apartamente që e kanë thënë drejtësia dhe s'po e themi ne. Na thanë që Rama pi verë petruse, pin verë të shtrejt, gjë që është dëgjuar edhe më përpara, por reagimi i popullit kundrejt këtyre aferave, këtyre shkeljeve të mëdha që po i bëhet, nuk ishte fare aty ku duhet. Hedhja fishek zjarreve në formë manifestimi nuk legjitimon as pak protestën. Protesta në konsideratën time, në mendimin tim, ishte një fasad për të treguar që kupola e Partisë Demokratike e ka antarësinë e Partisë Demokratike. Kjo vihet re nga zgjedhje në zgjedhje që ne paksohemi me nga 100.000 vota, 200.000 vota etj. Me radhë. Nëse ti pretendon që qytetarët kanë ikur, atëherë ti je partia që përfaqëson qytetarët e ikur. Dhe kjo nuk është justifikim. Nëse ti pretendon që qytetarët janë shitur tek regjimi, që si duash narkoshteti etj. Me radhë, që janë këto termat që i përmendin, atëherë ti pretendon që je partia që përfaqëson qytetarët e shitur tek regjimi, tek narkoshteti etj. Me radhë. Po, ku është legitimiteti jo si parti opozitare? Çfarë legitimiteti i një partie opozitare janë numrat, janë mbështetësit. Nuk janë as fondet, as daljet publike, as denoncimet, as antarësia, as figurat e mëdhaja që janë në pozicione drejtuese në Partinë Demokratike, historitë me heronj, rikthimi në kohë, jo urzu busti e Enverit etj. Me radhë. Këto kanë ikë. Janë gjëra që mua nuk më frymëzojnë më. Po mua nuk më frymëzojnë më thirrjet populiste që përkojnë me thirrjet nacionaliste, melankolike që janë bërë në ato vite. Qytetarët shqiptarë duan zgjidhje, duan alternativë. Demokratët, antarët e Partisë Demokratike, njerëzit që mbështesin Partinë Demokratike, duhet ta kuptojnë që nuk është Partia Demokratike pronë. Dhe Partia Demokratike duhet hapet. Nëse vazhdon të rrijë mbyllur, do ketë legitimitetin de facto që të bëjë çdo lloj pazari të mundshëm dhe çdo lloj pazari që ato duan. E kemi parë tek avokati i popullit, rasti freskët, ku kundërshtarin e tyre, le të themi, qoftë edhe në zgjedhjet e fundit, e legjitimuan dhe votuan për të bërë avokat i popullit. E kemi parë edhe tek marrëveshjet e kodit zgjedhor, pra detyrimisht ti ke të drejtë momentin që dyshon që të ka një marrëveshje midis kupolës Partisë Demokratike dhe majorancës. Qoftë edhe fakteve të tjera apo legjendave të tjera urbane që thuhen. Demokratët duhet ta kapërdin faktin që nuk ka pronar Partia Demokratike. Partia Demokratike është një parti fryme, parti
rinis, partia e studentëve. Pra nëse ne mendojmë që Partia Demokratike ka trashëgimi apo ka koncesioner që kanë investuar dhe marrin përqindje dhe e shohin si mënyrë tregtie Partinë Demokratike, atëherë është e kohë dhe duhet të hapet një forcë tjetër opozitare. Duhet të krijohet një parti e re. Njerëzit nuk duan më fjalime. Njerëzit nuk duan më figura të konsumuara, nuk duan më fjalime boshe, nuk duan më xhiro në bulevard, duan zgjidhje reale. Nëse këto ka një moment që njerëzit tani mendojnë që Rama nuk ikën më me protestë. Mendojnë që Rama ikën vetëm me revoltë. Po revoltën Partia Demokratike është e pa që ta realizoj. Nëse Partia Demokratike do kishte figura të reja, do kishte figura të cilat kanë dalë nga procese të rregullta brenda saj, absolutisht që ty do të motivonte apo çdo qytetar tjetër do ta motivonte që të merrte pjesë, sepse do thotë vërtet po vjen një ndryshim. Nëse ne mendojmë që njerëzit do i përgjigjen thirrjeve thjesht sepse ti përfaqëson opozitën, po kjo pastaj është një vrim nuji, nuk bën sens. Mbështetësit e Partisë Demokratike janë shumica, le të themi, përveç një numri të vogël që nuk është as pak le të themi vendimmarrës, shumica mendojnë që Partia Demokratike duhet të rigjenerohet. Këtë e kemi parë edhe tek takimet që ka bërë zoti Berisha me demokratët, ku shumë prej tyre që kanë marrë fjalën, ja kanë thënë të vërtetën në sy zotit Berisha dhe i kanë thënë që njerëzit që ke rreth vetës janë njerëz të konsumuar. Ndoshta jo ti detyrimisht, sepse drejt për drejt ndoshta është edhe pak e rënd për dikë që t'ja thoje, por njerëzit që ti ke rreth vetës, e kemi parë tek foltorët e zotit Berisha, që njerëzit që ti zoti Berisha ke rreth vetës janë të konsumuar. Janë njerëz që nuk i don antarësia, janë njerëz që nuk i don baza. Dhe këtë mendim është një mendim që thuhet rëndon në gjitha tavolinat e demokratëve, por një pjesë kanë vendosur që mos ta shprehin mendimin e tyre, siç po e shpreh unë. Ervin Saliani është i vetmi antar kryesi i Partisë Demokratike që ka bërë burg politik, por burg politik nuk ka bërë vetëm Ervin Saliani. Ka edhe demokrat pafund që kanë bërë burg politik. Qoftë edhe unë, qoftë edhe Marie-Glen Doçi, qoftë edhe unë jam shoqëruar, jam arrestuar për organizim të tubimeve të paligjshme, për thirrje dhe marrje pjesë në protesta paligjshme, pavarësisht se ato kanë qenë të ligjshme. Etj me radhë, kam disa akuza të cilat tani janë procese gjyqësore akoma, dhe këto mund ta quaj burg politik sepse unë kam qenë në burg. Pra, nuk është vetëm zoti Saliani i cili ka bërë burg politik në Partinë Demokratike. Ka demokrat pafund që janë shoqëruar, janë proceduar, janë ndjekur penalisht, si në rastin tim, Gentian Gjonaj, Marie-Glen Doçi, Emiliano ndjes për mbiemrin Mustafa, mos gaboj. Ka shumë Arjon Kuçuku, ka shumë domethënë demokrat, shumica të ri që janë shoqëruar për protesta. Ervin Saliani ka bërë, le të themi, burgun më të gjatë politik. Dhe kjo domosdoshmërisht e bën pak më të afërt me demokratët. Qoftë edhe nga angazhimet që ka bërë zoti Saliani dhe faktin që ka qenë një zë i fuqishëm në parlamentin shqiptar, një djalë i ri, i papërlyer politikisht, nuk e ka prekur pushtetin dhe është domethënë le të themi deri diku frymëzues për sa i përket rinisë dhe për sa i përket rinisë demokrate. Arsye pse unë i bashkova zotit Saliani, pavarësisht se unë më përpara nuk është se kam pas kontakt me të,
Jemi parë thjesht nëpër protesta, po nuk është se kemi pas marrëdhënie, pra unë nuk jam një mik i zotit Saliani apo një shok i tij që unë po bashkohem sepse jam shoku i yt dhe do të të ndihmoj. Si e kontaktove? Unë i kërkova numrin e zotit Saliani, ja kërkova një miku të përbashkët dhe i kam shkruar vet. I kam thënë, më pëlqen lëvizja jote, jam pro lëvizjes tënde dhe duhet bashkohem me ty. Patjetër, ajo është i hapur kundrejt çdo fluksi në Partinë Demokratike, fluksi rinor apo fluksi demokratësh, dhe ma merr mendja që shumë si unë, mos 99% e aty, ai mund ta ketë nisë me miqtë e tij, po 90% atyre që janë bashkuar lëvizjes së zotit Saliani janë në të njëjtin pet siç jam dhe unë. Pra, jemi vetë ofruar për ta ndihmuar, sepse lëvizja që ka nisur zoti Saliani është një lëvizje e drejtë. Për mua nuk ka rëndësi se kush e ka nisur, si e ka nisur, apo kush është motivi përfundimtar i personit në fjalë. Për mua rëndësi ka që lëvizja është e drejtë. Jemi në të njëjtat kushte që kemi qenë 2021. Unë jam një nga ato që e kam mbështetur foltorin e 2021-shit, në shtator 2021-shit, kam qenë pjesë organizative e foltorës së zotit Berisha në 2021-shin, për shkak të problemeve që kishte Partia Demokratike dhe për shkak të ngërçit që kishte zënë Partinë Demokratike. E kam konsideruar Lulzim Bashën në atë kohë si gangren që po shkatronte Partinë Demokratike, por pas kuvendit të 11 dhjetorit të 2021-shin, pas proceseve që u bën Partinë Demokratike, pas votimit të zotit Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar, zgjedhjet e forumit rinor, primaret e degëve, primaret e bashkive, procese pafund në Partinë Demokratike, nuk ka pas një proces të saktë në Partinë Demokratike. Vetëm një nuk di ta mendoj që ka pas një proces të saktë në Partinë Demokratike. Më hapura, më që doli, domethënë u bë dhe mediatike në ato kohë, ishin zgjedhjet e forumit rinor, ku morën pjesë 6 antar të forumit rinor dhe ishte e projektuar që do shkonte tek filani. Një person që nuk do të thotë kushtet për qenë kandidat për forumin rinor sepse kishte kaluar moshën. Proceset e primareve pastaj që janë ndikuar, ne që jemi të brendshme e dim se si janë ndikuar ato. Proceset e zgjedhjeve bashkiake, e primareve për zgjedhje bashkiake, listat e mbyllura etj me radhë, jemi në të njëjtën fazë dhe mos më keq që kemi qenë në 2021-shin. Unë kam në të njëjtin motiv që jam bashkuar foltorës së zotit Saliani, të njëjtin motiv që kam pas në 2021-shin. Jam në të njëjtat kushte. Ndryshimi real në Partinë Demokratike. Pra unë të jap besimin tim, të jap mbështetjen time dhe ti shpërdoron besimin tim, unë nuk mund të vi më pas teje. Sepse i bie të jem pastaj të më fysh inteligjencën dhe është e pafalshme për mua që unë si i ri të ndjek akoma sistemin e vjetër. Ne po e luftojmë këtë sistem dhe ti po ma parashtron sërish, jepi qytetarëve ti një model ndryshe, jepi qytetarëve ti një garë reale, jepi qytetarëve ti një proces të mirë fill, ku të dalë vërtet më i miri, ku të fitojë vërtet më i miri, ku të fitojë vërtet ai që ka njerëzit, ai që ka mbështetjen, ai që ka numrat, dhe shiko ti se për sa kohë do ta argëzosh Edi Ramën. A do të dërzohet Edi Rama apo jo? Ose për ta thënë edhe në formë vulgare fare, mbylle Partinë Demokratike një 2 muaj, 3 muaj, thjesht mbylle. Dhe shiko të dalin vetë qytetarët në shesh, të protestojnë vetë qytetarët në shesh. Qofshin demokratë, qofshin pa partie, qofshin zonë ngri, qofshin edhe komunista, qofshin si ka, të gjitha lloj flukset, edhe shikoje ti se si do të bie Edi Rama. Ti po mban gjallë Edi Ramën. Po mban gjallë Edi Ramën. Me këto parada mode se kush vishet më bukur në protest, e kush krekoset më bukur në protest, e kush ka bërë fjalimin më të gjatë në protest, që janë fjalime shumë të mërzitshme, të cilat nuk ka nerva kush i dëgjoj. Ti s'ke për të argëzuar Edi Ramën kurrë.
Nuk do ike kur, nuk siç thu ti nuk iki unë nga karrikja, nuk ike as Edi Rama nga karrikja. E para, Berisha nuk mund të më përjashtoj mua moralisht nga Partia Demokratike. Sepse unë jam djali një themeluesit Partisë Demokratike. Që është? Kolzefi në zonën e Mirditës është themeluesi i Partisë Demokratike për Mirditën. Pra nuk mund të përjashtoje mua Berisha nga Partia Demokratike. Moralisht. Pastaj në forma ligjore ai është kryetari i Partisë Demokratike. Këto, nëse unë mendojmë, nëse ato thonë që unë jam i shit të Edi Rama, nuk jam unë i shit të Edi Rama, se janë ato që marrin e pranun rritjen e rrogës deputetëve nga Edi Rama, që shkun 3 milionë ca lek. Po flasin me lek vjetra që edhe njerëzit na kuptojnë me që është në jargon. Ti je i paguar nga Edi Rama. Sepse kur tha Edi Rama që do të rritet rroga e deputetëve shqiptar, ishe dakord, votuan gjithë pro. Po unë nuk jam i paguar nga Edi Rama, se në fund të muajit bankomati nuk është nuk mi derdh mua lekët e Edi Rama, ti derdh ty. Ti shkon te bankomati të tërheq lekët e Edi Ramës për ta bërë në kuptimin literal të fjalës. E pastaj dalun i paguar nga Edi Rama se mora pjesë tek takimi i zotit Saliani. Do marr pjesë te takimit të zotit Saliani. Do shkoj prap. Nëse nuk do t'i vazhdojë zoti Saliani, do t'i vazhdojë një njeri tjetër, do shkojë tek ai tjetri që do t'i vazhdojë. Mjafton të jetë demokrat. Mjafton që të ketë qëllimet pozitive dhe qëllimet të qarta për Partinë Demokratike. Kush do të jetë? Nuk është luftë emrash kjo. Është luftë principesh, është luftë parimesh, nuk është luftë karrikesh. Nëse ne po marrim disa akuza sot, njerëzit e Filanit, se ne po i marrim akuzat, po i shërben një Ramës e tjera me radhë, janë po të njëjtat akuzat që na i bëte dikur Gazbardhi kur ishte në krah Lulbashës, që sot është kryetari i grupit parlamentar. Nuk kam asgjë me personin, nuk e njoh fare. Se kam takuar kurrë. Po unë e gjykoj politikisht. Politikisht nuk më përfaqëson. Politikisht është i dështuar. Nuk kanë moral politik më. Dhe nëse ti qoftë edhe me sistemin që ti ma kritikon sistemin zgjedhor, kodin zgjedhor, është i kod i mbrapshtë, prap ma votove. Nxirre zotin Byluk Bashin Durrës. Të bëjnë një takim me strukturat. Do t'i shkoj njëri. Se vota jo. Ti akoma më vën më vë drejtues qarq është njerëz të konsumum. Më vë drejtues qarku Tritan Shehu. Tritan Shehu që 91-shin. Kë frymëzon Tritan Shehu? Se po flas me emra, unë nuk e njoh personalisht, mund të jenë njerëz shumë të mirë. Po moralisht nuk kanë moral politik më këto njerëz. Çfarë përfaqëson Tritan Shehu në parlamentin shqiptar? Kujt i drejtohet? Mua, si arbër, nuk më përfaqëson asnjë deputet i Partisë Demokratike në parlamentin shqiptar. As edhe një. Nëse ti vërtet, se mund t'i kemi edhe një 2-3 figura që kanë dalë nga listat e hapura në gjithë Shqipërinë, që është e dhimbshme 2-3 figura, shumë pak. Po dhe ato 2-3 figura e kanë një prapavinj që të dyshimt. Kë përfaqësojnë këto njerëz? Pra, ne po themi hajde ta rregullojmë këtë gjë në mënyrë që të mundim Ramën. Ky është problemi themelor në Partinë Demokratike. Linja që ne do ndjekim, parimet që ne do ndjekim, meritokracia në Partinë Demokratike, një Parti Demokratike e hapur për flukset e reja, një Parti Demokratike që përfaqëson qytetarët shqiptar, eksponent Partisë Demokratike që përfaqësojnë qoftë edhe lokal, po qoftë edhe qendror që përfaqësojnë qytetarët shqiptar, që kur të dalin fushataj të ketë disa njerëz që i mblidhen apo disa njerëz të jenë zonal. Jo të dalet deputeti i Shkodrës të jetojë më shumë në Tiranë se sa në Shkodër. Të jenë eksponent zonal, eksponent të zonës tyre që të dinë hallet e qytetarëve.